Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e 5 të TPU Podcast, ku sot do zbulojmë historinë që shndron pas suksesit dhe pas arritjeve. Shpeshherë ne shohim vetëm rezultatin final, por rrallëherë ndalemi tek rrugtimi që i ka ndërtuar atë. Kemi kënaqësinë të kemi të ftuar një person që ka arritur të ndërtojë suksesin e tij hap pas hapi me punë, vizion dhe vendosmëri. Luis, mirë se erdhe në podcastin ton, është kënaqësi që të kemi këtu. Mirë se u gjeta. Dua si fillim për ta hapur episodin të ndalemi pak tek gjeneza e rrugtimit tënd, pra pikërisht themelimi i biznesit. Dhe dua të di si është të rritesh në një familje që ka ndërtuar një nga kompanitë më të njohura në tregun shqiptar. Është dy gjëra në të njëjtën kohë. Është edhe përgjegjësi, por edhe privilegj, me thënë drejtën. Sepse është diçka që ka nisur kur kam lindur unë, është smadhuar dhe është rritur gjatë kohës që unë shkollohesha dhe rritesha, dhe sot me të vërtet ndihem shumë i privilegjuar dhe e ndjej dhe përgjegjësinë mbi supe të menaxhuarit këtë biznes kaq të madh. Pikërisht dua të di, ka patur një moment konkret ku e keni kuptuar peshën, më thënë një peshë kaq të madhe të biznesit familjar? Ndodh në një farë mënyrë, ndodh gradualisht, po janë ca momente që të bëjnë ta kuptosh që kjo gjëja që ti po bën ose ajo që ti po menaxhon është goxha e madhe. Dy momente për mua kanë qenë kur fillova të mendoj dhe të kuptoj, të hyj në brendësi të numrave dhe të gjithë po themi njerëzve që punojnë dhe që i lidhet jeta me kompaninë, drejt për drejt që janë punojësit dhe indirekt fermerët, familjet e tyre apo furnitorët e tjerë. Ndërsa një moment tjetër është interesant në fakt sepse ne në Shqipëri jemi rritur duke menduar që jemi vend i vogël, jemi mbrapa gjithë të tjerëve dhe e kemi parë gjithmonë botën si më superiore nga ne, pra Europën apo shtetet e tjera. Ashtu kanë qenë dhe ashtu janë në shumë gjëra në fakt. Dhe unë i njihja kompanitë e rajonit apo të Europës, kompanitë e Bylmetit, dhe i shikoja gjatë gjithë kohës, i ndiqja, i kuptoja çfarë bënin, dhe nuk mendoja kurrë që ndonjë nga ato mund ta njihte Lufrën edhe mund ta njihte kompaninë këtu në Shqipëri, sepse na dukej vendi shumë se mendoja, thjesht se mendoja. Dhe gjatë viteve duke krijuar kontakte me industrinë nëpër rajon, takova një kompani goxha të madhe, për mos ta thënë emrin. Takova një drejtues shumë të lartë aty dhe kur i prezantova, tha Lufra, tha njofta në Shqipëri, tha jeni shumë të mëdhenj, tha jo njoh Lufrën. Dhe vërtet jo vetëm që më bë qefi, por kuptova edhe se sa e madhe ishte bërë që edhe ata më ndiqnin se çfarë bënim ne, kështu që vërtet ishte një moment që më ka bërë përshtypje. E vërtet edhe për ne, Lufra është ose duket si një kompani shumë e madhe. Ndërkohë për ju ka qenë një realitet i përditshëm i vendit edhe i mjedisit ku jeni rritur. Në disa raste, fëmijët e biznesmenëve dashurohen me biznesin që në vegjëli, që në djep. Po në disa të tjera zgjidhin një rrugtim tjetër. A ka qenë e qartë për ju që në fillimet tuaja që rrugtimi juaj do të kryqëzohej me Lufrën apo kishit edhe plane të tjera? Në fillim fare ka qenë shumë e qartë që unë do angazhohesha me Lufrën sepse prindrit gjithmonë mundoheshin që të na fusin punë edhe mua dhe vllai. Unë kam dhe një vllai që merret po me bizneset që kemi. Dhe mundoheshin të na angazhonin kur ishin pushimet e verës, po them kemi shitur, kemi mbledhur qumësht, kemi punuar në fabrik nga pak, me orë, domethënë jo me muaj dhe me orë të zgjatura, por që jemi angazhuar gjithmonë. Edhe nga kjo unë gjithmonë kam menduar që do jem pjesë e biznesit dhe do menaxhoj këtë biznes. Mirë, por kur arrin një moshë saktuar pastaj, një moshë pjekurie që fillon edhe mendon që mund të bësh diçka vet, edhe unë kam pas të momentin dhe kam menduar që të bëj diçka tjetër. Por ishin prindërit prapë që më shtyn edhe më thanë, shiko, të zgjedhja është e jotja, por bëj një llogari të thjeshtë. Orët apo energjinë të dedikosh kësaj gjë së re, çfarë fiton? Dhe nga ana financiare, po edhe nga ana personale, sa do mësosh, dhe të njëjtën gjë dedikoja Lufrës dhe sa fiton më shumë këtu dhe sa përfiton vetë si Luis më shumë këtu. Kështu që kur bën këtë llogarinë është shumë e thjeshtë zgjedhja, nuk ka më sens të bësh diçka të re. Ju keni bërë një kombinim shumë interesant të studimeve tuaja. Keni studiuar financë në Shqipëri dhe më pas menaxhim biznesi në Sloveni.
Kur ktheheni nga jashtë, vjen me një teori europiane për të ndryshuar atë çka është këtu, po më pas përballesh me atë realitetin e tregut ton. Si ka ndikuar këto dy eksperienca kaq të ndryshme akademike në mënyrën se si e sheh dhe si e drejton kompaninë sot? Nga eksperiencat e shkollës, nga ajo që mëson nga literatura apo nga janë eksperiencat më të mira të njerëzve të tjerë. Dhe është kur ti bën ndërthurjen me teorisë, po themi, e eksperiencave të tjerëve, me praktikën tënde, me ato që ke përballë, aty gjendet edhe kombinimi më i mirë dhe aty krijohet edhe praktika më e mirë për atë që të përshtatet ty. Shkolla jashtë, edhe këtu në fakt, apo leximet e mia, apo angazhimet e mia, edhe për te shkollët me kurse, me trajnime, me libra të caktuar që më kam lexuar, kanë ndihmuar shumë që ta shoh biznesin pak më të organizuar se ç'ishte ndërtuar vitet e para dhe të gjeja një mënyrë se si ta bëja këtë punë, sepse kisha një sfidë ndryshe nga prindrit e mi. Prindrit e mi kishin sfidën ta ndërtonin, ta rrisnin dhe të bënin këtë biznes që është bërë, ndërsa përgjegjësia ime ishte dhe është akoma që në vend të dy njerëzve që e njohin që nga aja, që nga çdo gjë që kanë për vetë, unë nuk do e ktheja kur do të kohën mbrapsht që ta bëja çdo gjë vetë. Dhe plus nga dy bëhesha një dhe isha i detyruar në një farë mënyre që të gjeja një mënyrë që të menaxhoja në mënyrë të delegoja më shumë, të organizohesha më shumë, të kisha njerëz profesionistë futur në biznes dhe jo domosdoshmërisht të njihja çdo centimetër ose çdo detaj të biznesit që njihnin ata dhe isha i detyruar që të kuptoja se si e bënte këtë një kompani. Ne sot kemi 300 punonjës, një kompani që ka 200.000 punonjës. Ajo prap ka një drejtues, ai drejtues ka 24 orë, ai flet 8 orë si unë dhe punon, ku di unë, në maksimumin e vet ndoshta punon 16 orë, nuk besoj. Po në maksimumin e vet ndoshta punon 16 orë dhe prap ja del ta menaxhoj një kompani. Kështu që vrisja mendje si bëhet kjo, edhe kjo ka qenë detyra ime, si thua, edhe këtë jam munduar të bëj gjatë gjithë kohës. Duke qenë pjesë e një kompanie kaq të madhe, mendoj dhe besoj që keni patur edhe momente më dyshjeje dhe dua të di, ka patur ndonjë moment që keni dashur të krijoni se temi identitetin tjetër jashtë lufrës? Është ajo që përmenda, që në një moment caktuar fillova të mendoj që mund bëj diçka tjetër, por e thon shumë thjesht, nëse bën llogarin është më kollaj. Jo, nuk është më kollaj vetëm, është nuk ka arsye, nuk ka pse. Biznesi ishte shumë interesant, mua nuk është se nuk më pëlqen, është shumë i bukur, është shumë sfidues dhe më tërheq, nuk është se nuk më tërheq. Ti jeni djali një biznesmeni edhe të rriteni në një kompani kaq të madhe, është thik me të presa, mund themi. Mund të duket nga jashtë si fush me lule, një trashëgimi e gatshme, por nga brenda ka atë privilegjin edhe atë presionin e vet. Si fitohet respekti kur njerëzit të shohin fillimisht si djali i themeluesit dhe a mendoni që është dashur të punoni dy fish për të provuar veten tuaj? Nuk e shoh as si pengesë që kisha të trashëguar, pra që kisha, si thua, titullin të caktuar, pra as si pengesë, po as si privilegj. Ajo që kam ndjerë ndoshta është prej moshës, kam menduar që jam tepër i vogël për të drejtuar sa gjëra që kam marrë përsipër shumë herët që sa dola nga shkolla. Por mundohesha mos ta mendoja fare këtë. Dhe ndodh akoma, sepse ka plotë raste që ti duhet, si ti thuash jo ose po një personi që mund të jetë dy fish i moshës tënde, mund të jetë mosha e prindërve tu. Edhe ka dhe njerëz që këtë ta përdorin dhe thonë, nuk ta thonë drejt për drejt, po e luajnë këtë kartën e moshës, si thuash. Dhe përgjigjja ime është që shiko, mosha nuk ka të bëj fare me këtë punë, unë kam këtë rol dhe ti ke atë rol. Dalim që këtu jemi mosha që jemi, këtu që jemi, në këtë tavolin që jemi për përgjegjësitë tona dhe përgjegjësitë mia janë të ndryshme nga tuat dhe më bëjnë të them këtë ose të them atë. Kështu që kështu e kam zgjidhur unë në mendjen time, sepse mendoj që pengesa në radh parë është tek ai që e mendon. Edhe thjesht nuk e kam menduar, e munduar që të bëj maksimumin dhe të përkushtohem biznesit, të përkushtohem çdo gjë që kisha përpara, atë që kam përpara.
Edhe kjo më ka bërë më thjesht. Nuk është se më ka penguar ose më ka... Po. A do thoni që kjo do ishte sfida më e madhe që do keni kaluar apo ka ndonjë gjë tjetër që mund të ketë bërë përshtypje gjatë rrugtimit, edhe në postën drejtues që keni? Sfida më e madhe është të rritesh me hapin që meriton ose të rritesh aq shpejt sa ka nevojë biznesi, sepse është një shprehje që thotë një biznes nuk mund të bëhet kurrë më i mirë se sa drejtuesi i saj. Edhe nëse do të bësh biznesin më të mirë, do të bësh drejtuesin më të mirë. Në këtë rast unë duhet bëj veten më të mirë. Dhe mundohem të jem shumë i ashpër me veten, edhe sa herë që shoh që nuk bëhet diçka ose nuk po arrit do diçka ose kam një pengesë, gjithmonë mendoj që çfarë mund të bëj unë më mirë, çfarë mund të kisha bërë unë më mirë ose ku kam gabuar unë, që kjo gjë nuk po bëhet, edhe pse në sipërfaqe duket sikur nuk është problemi im, se gjithmonë ne kemi tendencën ta gjejmë fajin të tjerët. Po kjo është ajo që më mban, si thua, me këmbën në tokë dhe mundohem gjithkohës që të përmirësoj veten mbi të gjitha. Duke qëndruar përsëri këtu, si mundoheni ju ta ruani atë balancën punë me jetën e përditshme? Mundohem që kur dal nga puna, edhe pse nuk arrit dot 100%, të mos e hap shumë telefonin, në kuptimin të mos kontrolloj email-et, mos kontrolloj megjithatë truri nuk ndalon kurrë menduari për punën. Edhe me thënë të drejtën, idetë më të mira më kanë ardhur mbas pune, ose kur jam në pushime, ose kur jam pak më i qetë, sepse aty ti mendon për zhvillim, mendon për gjërat e reja që mund të bësh, je më i karikuar, si thua. Keni edhe në stresin në mjedisit punës. Po, sepse gjatë punës ty të kapin për mëngë, them unë, çdo gjë. Unë kaloj në korridor, në thonjza ose në zyrë ose kudo që jam dhe gjithmonë ka gjëra operacionale që pavarësisht sa mund të kesh deleguar të vinë prapë në tavolinë. Dhe ka ngelur kjo, ka ngelur ajo, të vi 1 minutë, të vi 1 sekondë dhe nuk i ndalon dot njerëzit të ardhur se në fund fare ata po vinë për punën tënde, për punën e tyre dhe tënden. Kështu që kjo gjë të shpërqendron dhe nuk lë të mendosh shumë për gjërat e reja dhe këtë gjë mundohem ta bëj në kohën e lirë. Megjithatë kam dhe unë ca momente që ndaloj, largoj telefonin, unë kam një vajzë tani, 1 vjeç e gjys, edhe në fillim muajt e parë, ajo ishte edhe e vogël, nuk luaja dot shumë me të, po e mbaja telefonin afër kur luaja dhe shifja që shpërqendrohesha shumë shpesh dhe nuk rria me vajzën, po rria dhe kontrolloja telefonin edhe mbasdite. Kurse tani kam kuptuar që kaloj kohën më të mirë dhe shkëputem komplet kur telefonin lë në dhomë edhe luaj me të paktën ca orë dhe vetëm ashtu shkëputem 100%. Pra duke vënë ca rregulla do përgjigjesha pyetjes vetes tënde, ca limite me karar, se edhe shumë kohë të lirë nuk është mirë më pas, po. Le të flasim pak për atë magjinë edhe vështirësitë në të jetën kohë që ka kjo lloj industrie. Ne shohim vetëm gotën e kosit apo të qumshtit aty në raft, por pas kësaj fshihet një makineri shumë e madhe dhe gjigande logjistike. Bulmeti nuk pret, është produkt i gjallë, delikat dhe çdo sekondë vonese kushton shumë. Nëse na shpjegoni shkurt atë rrugtimin nga ferma, kompania deri në tryezë, cila mbetet për ju hallka më stresuese e procesit? Grumbullimi nga fermerët apo shpërndarja? Okej. Shumë shkurt do them se si është rruga që përshkon qumshtit deri në tavolinë. Ne punojmë 365 ditë vitit, sepse jemi të kushtuar nga lëndë e parë. Ne prodhojmë produktet freskëta, edhe minimalisht dhe ditët 2-3 ditë gjatë vitit të ri që bëjmë pushim, grumbullimi i qumshtit vazhdon, sepse kafshët, lopët nuk ndalojnë së prodhuar i qumsh, ato prodhojnë çdo ditë, nuk e din çfarë është vit i ri, është fundjavë, është festë, çfarë është. Dhe jemi detyruar që logjistikën për këtë pjesë ta mbajmë gjithmonë në punë. Zinxhiri prodhohet në fermë, prodhohet në fush në fakt, prodhohet ushqimi i kafshëve, sepse realisht cilësia dhe gjithë procesi fillon aty. Fillon tek ushqimi që është për kafshët. Prodhohet në fush, por kjo është pjesë e fermerit. Lopët ushqehen, prodhojnë qumshtin. Nga momenti që prodhojnë qumshtin, fillon puna jonë. Ata dorëzojnë qumshtin tek ne, tek dera e fermës tyre, pra ne shkojmë me furgonat dhe autobotet tona për t'i marrë qumshtin fermerëve, e sjellim në fabrikë në shumë pak orë, në mëngjes herët, përpunohet gjatë ditës dhe paketohet, magazinohet gjatë natës dhe gjatë orëve të para të mëngjesit ngarkohet nëpër furgonat që dalin në treg dhe del direkt në treg, pra për 24 orë, po themi, pjesa më e madhe
përveç produkteve stazhonuara që janë diafrat që duan 1 muaj, 2 muaj stazhonohen dhe qëndrojnë në fabrikë, si thua, si gjysmë produkte. Pjesa tjetër, qumshti, kosi, dhalla, gjithë produktet e tjera dalin pothuajse çdo 24 orë, janë nga ferma në tavolinë. Momenti dhe procesi më sfidues është grumbullimi nga fermat. Jo se është i vështirë logjistikisht, por sepse qumshti duket i bardh, po duhet analizuar. Ka shumë teste që i bëhen. Dhe nëse ti nuk ke një protokoll shumë të mirë, me bazë risku, me vlerësime, me kontroll, me çdo analizë kritike ose të rëndësishme që duhet dhe për çdo fermer, ti rrezikon që për një fermer që mund të ketë një problem caktuar, të kontaminosh gjithë qumshtin tënd, produktin në fund dhe kështu ke shkatruar prodhimin në një ditë të tërë, ndoshta edhe disa ditëve. Kështu që është shumë e rëndësishme që mos ndodhi problemi, sepse po ndodhi nuk e ndalon dot më mbrapa. Dhe prandaj kemi shumë fokus te kjo, kemi shumë njerëz, shumë sisteme që e kontrollojnë, që kjo mos ndodhi, është e pamundur mos ndodhi kurrë. Keni parë, besoj, edhe në përbot që gjithmonë ka probleme me një lot të caktuar etj. Por e rëndësishme është që kur kalon një kontroll të tillë, ti e gjurmon. Edhe nëse ndodh ky problemi një herë në kaq vjet, ti mund të dish, e gjen shumë kollaj, në cilën ditë është prodhuar, çfarë ambalazhi ke vënë, kush fermer e ka prodhuar. Pra kjo është sistemi i gjurmëshmërisë që quhet, që përbën atë sigurinë ushqimore që kemi dëgjuar të gjithë. Duke qenë më i ri në moshë, cilat janë disa ide inovative ose disa ide moderne le të themi që i keni sjell kompanisë? Mendoj që te pjesa e organizimit, menaxhimit, futjen e teknologjisë, teknologjisë informacionit mbi të gjitha, sepse teknologjia në prodhim ka filluar dhe është ndjekur nga prindërit, është bërë një punë shumë e madhe për të investuar në standardet e prodhimit, pra në standardet që meriton produkti dhe duhet ketë për të mos pasur probleme në treg. Sepse është ajo që diskutova, pra është momenti që ti ke një teknologji prodhimi të mirë, është shumë e vështirë që produkti dalë me probleme në treg. Por ajo që mendoj që kam sjellë unë dhe vllai janë sistemet e informacionit. Për shembull, ne kemi vendosur një ERP dhe kemi digitalizuar të gjitha proceset e kompanisë brenda. Pra çdo gjë dokumentohet, aprovimet janë digjitale, raportet janë digjitale, shitjet, prodhimi, lotet e prodhimit, çdo gjë është e hedhur në këtë sistem qendror dhe kjo në një farë mënyrë i organizon dhe punën njerëzve. Ka disa rregulla që po them kote në regjistrimin e një fature nuk e bën dot pa plotësuar fushat e nevojshme. Ju jeni student që besoj e kuptoni këtë gjë, merreni me software, merreni me informatikë ekonomike që thatë, dhe është vërtet pjesë shumë e rëndësishme sepse të ndihmon që ta kontrollosh biznesin siç duhet dhe ti delegosh gjërat. Mendoj që delegimi më i mirë vjen kur ke disa metoda kontrolli të mira dhe mendoj që kemi metoda kontrolli goxha të mira që kemi mundësi që të delegojmë përgjegjësi tek njerëz që nuk janë pronarët, po themi. Po nga ana tjetër, e keni gjetur sa të pak të vështirë ta modernizoni një kompani që është kaq e konsoliduar dhe në tradita, pra që nga besoj që kompani relativisht ka dhe shumë ndikim në treg. Kështu që jam kurioz ta dia, keni hasur ndonjë vështirësi në këtë pjesë? Vështirësia janë gjithmonë njerëzit që janë mësuar të bëjnë një punë në një mënyrë caktuar. Edhe është e vështirë të ndrosh mendjen, të ndrosh zakonet. Gjithë njerëzit rezistojnë ndryshimit. Një pjesë e tyre janë përshtatur, një pjesë e kanë ndier veten të pamundur për të përshtatur dhe edhe mund të jenë larguar ndër vite. Por në fund fare kompania duhet teste përpara dhe duhet i bënte këto hapa dhe mendoj që kemi bërë hapat e duhur. Por ata janë pjesa, siç janë dhe pjesa më e mirë, janë dhe pjesa më e vështirë kur vjen puna për ndryshim. A mendoni se konsumatori shqiptar është bërë më kërkues? Po, kjo s'ka dyshim. Dhe është e natyrshme, ndodh kudo, ndodh në çdo treg, nuk ndodh vetëm me produktet e konsumit, ndodh me çdo gjë. Ne vetë si konsumator gjithmonë në momentin që marrim një shërbim në një nivel caktuar, presim më shumë. Kështu që konsumatori shqiptar për produktet ushqimore sot nuk toleron asnjë gabim më. Realisht nëse të ka bler produktin për vite me radhë, në momentin që ti ke një defekt në produkt, ke një problem, ndoshta të fal një herë.
Se thot mund të jetë gabimi im, mund ta kem dëmtuar unë rrugës produktin, ku di unë, mund ta kem harruar jashtë etj etj. Momenti që kjo gjë ndodh 2 herë dhe ai e kupton që mund të jetë problemi jot, nuk të zgjedh më. Dhe kjo e rrit shumë standardin, është gjë e mirë në avë të gjithë në lëvizje, si sektor, si biznes të gjithë, por që po është bërë shumë më përpos. E ndërkohë, çfarë mendoni se e mban një markë shqiptare aktuale ndër vite? Duhet merresh me markën gjatë gjithë kohës, duhet merresh me produktet. Njerëzit nuk e përjetojnë lufrën sot vetëm nga reklamat që shohin, apo nga një komunikim që ne bëjmë, apo nga nga një reklam në radio apo në televizion apo kudo. Njerëzit e përjetojnë çdo ditë me produktin që blejnë. Kanë një eksperiencë me atë, e blejnë, e gatuajnë, e kanë tavolinë, e shijojnë. Ajo është prova dhe fakti më i mirë për konsumatorin, për përjetimin që ka konsumatori. Dhe me këtë produkt duhet merresh, dhe me produktet që ofron duhet merresh gjatë gjithë kohës. Ti modernizosh, të nxjerrësh alternativa të ndryshme, një yndyrë më të lartë, një yndyrë më të ulët, një shije tjetër. Mendoj që kjo e bën që ti jesh relevant dhe ti jesh në treg akoma, të merresh gjatë gjithë kohës dhe të kuptosh çfarë do konsumatori dhe të ecësh me ato trende. A mendoni se produktet shqiptare kanë potencial të konkurrojnë me tregun ndërkombëtar? Po, patjetër. Jam i sigurt për këtë. Jam i sigurt sepse ne jemi në një vend, jetojmë në një pjesë të botës goxha të privilegjuar, pavarësisht që nuk e kuptojmë. Ne jetojmë shumë afër me Europën, kemi një klimë shumë të mirë, kemi vitet e fundit, kemi një turizëm që vjen e rritet dhe kemi njerëz që vizitojnë vendin tonë. Dhe njerëzit po ta keni vënë re për shembull turistët e pëlqejnë shumë ushqimin ton, sepse ka shije, i duket diçka shumë e veçantë. Duke ditur këto, mendoj që kemi shumë potencial për të eksportuar. Do të krijojmë një emër të mirë. Sot për veten tonë nuk e kemi, ne mendojmë që produktet made in Albania nuk janë gjë, nuk janë të mira. Por vjen pak nga ajo që diskutova në fillim, ndjenja e inferioritetit që kemi ne për veten tonë. Por nuk mendoj që prodhuesit shqiptar prodhojnë produkte të këqija, mendoj që prodhojnë produkte shumë të mira dhe të veçanta. Për shembull, gjithë Europa është shumë e ngjashme në shije. Nga produkt janë gjëra të ngjashme dhe po të vësh re turistët vetëm eksplorojnë vende që nuk janë si Europa. Po të shkosh nga njëri qytet në tjetër në Europë janë shumë ngjashme. Prandaj europianët dalin, shohin Azinë, shohin Amerikën Latine, shohin Afrikën, shohin vende të tjera. Dhe ne jemi një gjë ndryshe nga Europa, shumë afër Europës. Edhe me shije jemi kështu, po edhe në perceptimin e tyre mendoj që do jemi çdo ditë më shumë, kështu duke na vizituar vit pas viti. Kështu që kemi shumë potencial mendoj për të eksportuar, jo për të bërë për të ushqyer europianët në masivitet, sepse nuk kemi ato volume, por t'i dhënë një shije të veçantë dhe për t'i dhënë një eksperiencë të mirë me një gjë ndryshe. Kështu që mendoj që kemi, për shembull tek sektori jonë që ta bëjmë konkrete, kemi mundësi që të bëjmë djathra shumë të mirë, veçantë. Kanë filluar kompanitë shqiptare bëjnë djath me boronicë, me piper, etj. Bëjnë gjëra shumë të veçanta, kështu që këto janë mendoj ato që mund të eksportojmë. Cili është vizioni juaj për lufrën dhe në një të ardhme të afërt, po dhe më të largët? Është e pamundur ta mendoj lufrën të përfshirë në tregun evropian, sepse ne do bëhemi treg evropian. Unë e besoj këtë dhe e shoh edhe prek ndryshimin çdo ditë. E shoh që nga ndryshimet ligjore që kanë filluar, kërkesat, kontrollet, planet që i besoj. Jam i detyruar të jem optimist sepse nuk mund të jesh pesimist edhe të bësh biznes, kështu që duhet mendosh gjithmonë pozitivisht. Mendoj që do jetë pjesë e tregut evropian, jo vetëm për Shqipërinë, ne fokus patjetër për momentin kemi tregun shqiptar dhe t'i shërbejmë sa më mirë konsumatorit shqiptar, po mendoj që të pashmangshme që ne të jemi pjesë edhe tregut evropian. Kështu që aty e mendoj një kompani, siç thash, të rëndësishme, të veçantë për Shqipërinë, po edhe kemi edhe një të mirë tjetër, që kemi shumë emigrantë që kanë shkuar në Europë, dhe kemi lagje që banohen nga shqiptarët, markete që vizitohen nga shqiptarët, dhe mendoj që ata janë dhe tregu i parë që mund të kapim nëse futemi në vende të caktuara ku ka më shumë shqiptarë, do jetë më e thjeshtë për gjithë produktet shqiptare. Kështu që aty e shoh. Së fundmi,
Dua t'ju pyes, nëse ka ndonjë këshill ose një fjalë motivuese që mund t'i thonit një të riu shqiptar që do të ndërtojë një biznes tin, por edhe diçka të madhe, pra do të bëj emër për veten e tij ose të saj në Shqipëri. Mendoj që nëse është dikush që do të bëj biznes, mendoj që është në vendin e duhur. E di që do duket shumë e çuditshme kur dëgjon gjithë këto gjëra të mira dhe të këqija për Shqipërinë, kryesisht të këqija më shumë. Por të bësh biznes ti do një ambient që është duke u rritur, që është duke ndryshuar, që nuk është shumë i stabilizuar, sepse në një vend që çdo gjë është në vendin e vet, që është shumë i zhvilluar, që nuk ka më atë rritje ekonomike që ka Shqipëria, është e vështirë që të gjesh një hapësirë tënde. Kurse në një vend që rritet, mjafton masësh rritjen ekonomike që ka vendi, për shembull. Që ne jemi me 2 fishin e përqindjes Europës, kam përshtypjen, nëse zgabohem tani me numrat, që do thotë ekonomia jonë vërtet po rritet çdo vit, vërtet vjen nga një bazë shumë e ulët, shumë e vogël dhe patjetër që do rritet. Por në biznes ti duhet futesh ose oportunitetet nuk vinë nga një treg i madh, për mua paktën. Por oportunitetet vinë në një treg ku ka rritje. Dhe ti aty mund gjesh hapësirën tënde. Kështu që nëse bëhet fjalë për dikë që do të fillojë diçka të vetën, mendoj që Shqipëria është vend më i mirë se sa tregjet shumë zhvilluara. Për një person që do siguri dhe kërkon këtë gjë, ndoshta s'është më i miri, dhe në Shqipëri mund të gjesh siguri, varet kompania, varet sektori që futesh etj. Po që në tërësi nuk është Shqipëria, por është vendi i duhur për ata që duan të guxojnë dhe duan të arrin gjërat e tyre, ato që kanë në mendje në vendin e vet, sepse në fund fare sado që mund mos ofroj këtë sigurinë që po themi, por Shqipëria në fund fare mbetet vendi jon dhe e shoh që të gjithë ata që nuk kanë ndenjur, po kanë ikur, e kanë një sy dhe një këmbë këtej dhe vinë shpesh dhe kanë atë nostalgjinë dhe mendojnë vërtet që një ditë do vinë përgjithmonë pasi të kenë stabilizuar ca gjëra. Kështu që pse të ikësh dhe të mendosh që do vish? Nëse ti ke mundësi që të bësh diçka këtu, do të bësh maksimumin këtu një herë, pas të largohesh. Kështu që këtë i them gjithë, ta provojnë Shqipërinë para se të ikin. Në fakt do të pyes tani për një investim që ju keni bërë kohët e fundit. Në fillim të këtij viti akademik keni nënshkruar një kontratë kompania Lufra pra me Tirana Business University që çdo staf ose gjithë stafi juaj të ketë mundësinë për studimet master këtu në TBU, të financuar një pjesë të madhe nga kompania juaj. Si lindi kjo ide dhe dëshiroj të pyes se a ka qenë një investim real për stafin tuaj? Ndoshta ishte pak nxitje nga ana personale, unë e kam shijuar shumë masterin që kam bërë dhe më ka ndihmuar shumë, edhe thash besoj shumë te kjo ndërthurja e teorisë në praktikën. Dhe mendoj që një person në momenti që është në punë dhe paralel bën një shkollë, bën një program akademik, merr maksimumin. Edhe në atë maksimum që merr, mendoj që në radhë parë aplikon ato dije në vendin ku punon. Kështu që dhe në radhë dytë patjetër që i mbetet një gjë që edhe kur të largohet nga kjo punë është një dije që i mbetet. Ndoshta nga kjo gjë më shkryti Altini në fakt më ka ma çoi si programe, tha nëse ke ndonjë punonjës, tha ma shikoja se mund të interesohesh për ndaja punonjësve. Edhe unë i thash kam ide më të mirë, i thash jo vetëm që doja shpërndaj, po do bëj një program, i thash do bëj një politikë që pjesën më të madhe të këtij të pagesës të masterit do t'ja sponsorizoj kompania dhe ashtu e bëra dhe kishim disa të interesuar në fakt. Kemi disa studentë ju, ndoshta e dini, ndoshta jo. Kam përshtypjen tani do të jenë nga fundi. Dhe kjo ishte, besoj që i ka vlejt shumë, kam në mendje edhe disa të tjerë që nuk e morën vetë guximin që të shkojnë, që t'i ngacmoj dhe t'i them dua që të shkoni me patjetër, në kuptimin e mirë, jo me patjetër me zor, po që mendoj që thjesht kanë pritur atë shtysën te vetja e vet apo nga dikush me cilin punojnë apo nga dikush që merren edhe i kam në mendje disa njerëz që do t'i ngacmoj dhe do të vinë vitin tjetër, besoj. Përfitojnë të gjitha palët. Është investim për ne dhe për punonjësin vetë, sepse një pjesë të vogël, një pjesë më pak se gjysmën e paguan vetë. Është me qëllim dhe kjo se mund ta kishte sponsorizuar gjithën, po besoj që njeriu në momentin që merr një farë përgjegjësie i përkushtohet më shumë. Po.
Kështu që prandaj kam mbet te kjo pjesa. Por që është përfitim drejt për kompaninë dhe për personin, kështu që shpërblehet me kalimin e kohës. E tani dua ta mbyllim me një pyetje që gjithë shqiptarët e kanë, besoj. Kosi hahet apo pihet? Ne kemi dy produkte të ndryshme. Njëri është kosi i lëngshëm, tjetri është kosi shqiptar që kemi. Kështu që varet çfarë zgjedh, njërin ha, tjetrin e pi. Kështu që të dy, ligje është të dy. Okej, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e podcastit tonë dhe një kënaqësi vërtet e madhe të kishim sot. Faleminderit që morën pjesë. Faleminderit juve, suksese. Shumë faleminderit.